Mirëmbrëma gjithëve. Mbrëmja e së hënës solli një tjetër natë të paparashikuar në Fermën VIP, spektaklin që po thyen rekorde shikueshmërie në Vision Plus dhe që kanë mbërthyer përpara ekranit shqiptarët kudo ku ndodhen. Prajmi 17 në drejtimin e Luana Vjollcës dhe dyshës së opinionistëve Zhaku dhe Castro Sizo nuk zhgënjeu askëndëherë ku spikatën tensionet, përplasjet dhe emocionet e forta. Në qendër të vëmendjes ishte përballja e fortë mes fermerëve dhe debatet që kanë bizotëruar gjatë javës. Aratares do me dhënë si e fare këtu. Ester Allushi, e cila për të dytën herë mban titullin e kryefermeres, është vënë në qendër të kritikave jo vetëm nga banorët, por edhe nga opinionistët. Kryefermeria më e dobët e gjithë kohrave. Menaxhimi i buxhetit të ulët të javës ka ndesur përplasje të forta, veçanërisht mes Esterit dhe Erandit. Ndërkohë sfida javore ndau fermerët në dy grupe. Një sprov shpejtësie, shkathësie dhe durimi që sigurisht pati pasoja për grupin humbës. Elinara, Andueli, Erandi dhe Big Basta, të cilët nuk arritën të realizonin me sukses sfidën, kaluan automatikisht në televotim për eliminim. Andueli, janë fiksuar sonte që e kemi në Andrea. Në këtë listë nuk mungon as Frederik Ndoci, tashmë një i nominuar i përhershëm i Fermës. Janë 5 element të gjithë të fortë. Me zhvillimi që sa vine bëhen më të tensionuara, Ferma VIP 2 vazhdon të jetë temë nxehtë diskutimesh në rrjetet sociale dhe jo vetëm. Të gjitha dinamikat e fundit mund t'i ndiqni live në platformën Tring, si dhe në përmbledhjen ditore në orën 17 në Vision Plus.